Shikues, tani jemi në rubrikën Këndi i familjes, sot kemi për bisedë një temë shumë interesante. Do të flasim për disiplinën pozitive dhe se si t'i edukojmë fëmijët pa pasur nevojë, pa përdorur fare dhunë fizike. Mirë po në fakt kjo ka qenë më e shprehur shumë vite më herët. Mirë po kohëve të fundit, më duket që edhe prindërit tashmë kanë ndryshuar edhe konceptin rreth edukimit, edhe po dinë se si të disiplinojnë ata pa pasur nevojë fare që ta ngritin zërin e tyre. Mirë po që fëmijët gjithsesi të kuptojnë se kur duhet respektuar autoriteti i prindrit. Gjitha këto i flasim me psikologën për fëmijë, Arbesa Ahmeti, të cilën këtu e kam në studio. Arbesa, mirëmëngjesi, faleminderit shumë që ke ardhur. Përshëndetje, faleminderit shumë juve, kënaqësi. Unë e përmenda disa herë si term disiplina pozitive, por çka është disiplina pozitive? Zakonisht, vetëm termin disiplinë kur e dëgjojmë, gjithmonë u lidhet me një ndjenjë negative, me thonë gjithmonë me një konotacion negativ, mirë po duhemi me pas parasysh që ekziston diçka si kur disiplina pozitive, që përmendet e. Ky lloj i disiplinës, do të thonë cilën prindrit duhet ta përdoren, ka të bëjë me faktin që prindi duhet të provojë që përmes bazave të kësaj qasje të provojnë të ndërtojnë një lidhje të shëndetshme me fëmijën. Do thonë kjo qasje në bazat e saj ka bashkëpunimin, ka komunikimin e hapur, mirë po patjetër edhe kufijt të cilët prindi duhet të i vendos në raport me fëmijën këtë rast. Kur e përmendem këtë rast kufi, gjithherë mendojmë që ndoshta ky kufiri duhet vendoset kur e ngrit pak zërin dhe je pak më i ashpër ndaj personit tjetër. Mirë pa mund të bëhet kjo edhe në mënyrë, pra kanë fjalën me dashuri, pa pasur nevojë fare ato t'i përdorin. Patjetër, kufijt jo domosdoshmërisht janë diçka negative, biles është krejt e kundërta kur flasim në raport me fëmijët. Është e rëndësishme që fëmijët me e ditë deri ku është kufiri i gjërave të caktuara. Me thonë, është me rëndësi që liria e tepërt, siç prindrit e quajnë shpeshherë, nuk është ajo çka është e shëndetshme në zhvillimin e fëmijët. Për shkak se duke i vendosur kufijin, atëherë mësojnë fëmijët edhe të jenë persona të përgjegjshëm dhe të dinë të respektojnë, më thonë, jo vetëm veten, mirë po edhe prindin në këtë rast, apo edhe personat e tjerë me cilët gjatë jetës do të kenë ballafaqe me ta. Pse më herët kanë përdorur dhunë fizike ndaj fëmijëve? Nuk është në fakt edhe sot që nuk përdoret, shohim shpeshherë madje edhe në vende publike. Kemi hasur disa herë që madje disa, ndoshta themi mosha më djetra, shpeshherë edhe arsyetojnë një shuplak. Thonë që nuk i bën asgjë një fëmijë një shuplak. Patjetër që është një dukuri apo një fenomen ende i pranishëm në kulturën tonë, mirë po jo vetëm tek ne. Pse prindrit tash, do me thonë, e përdorin ende këtë formë, është për shkak se kanë trashëguar nga prindrit e tyre. Në të kaluarën, do me thonë, prindi gjithmonë ka marrë rolin e personit komandues, duke provu me mbjell frikë te fëmijën në mënyrë që me e bo fëmijën me u bind, do me thonë forma qysh me e disiplinu fëmijën, ka qenë vetëm frika apo edhe dënimi në disa raste. Mirë po që, më thonë, duhet ta bëjmë krejt të kundërtën. Në qoftë se në të kaluarën kjo qasje është përdorur në mënyrë që me i disiplinu fëmijët, duhet ta bëjmë pikërisht të kundërtën. Jo patjetër, më thonë, dhuna fizike edhe në të kaluarën ka sjell gjëra pozitive. Në qoftë se ka godit një fëmijë edhe në të kaluarën, mirë po edhe tash, ajo sjellje që ne kemi dashur me e ndëshku apo me largu apo me zbe, është zbe vetëm aty për aty, për shkak se fëmia nuk e ka kuptuar që kjo sjellje nuk duhet me vazhdu me u bë, mirë po vetëm është ndjer i friksuar. Do të thonë atë situatë ka ndjer frikë, mirë po nuk e ka kuptuar se pse nuk duhet, pse unë si fëmijë nuk duhem me bë një sjellje këtë sjellje të caktuar për cilën jam dënu. Për ato është më e rëndësishme me ja komuniku fëmijës se pse kjo sjellje që ti po e bën nuk duhet vazhdoj të bëhet. Pra, duhet t'ja mësojmë pasojat që kjo sjellje mundet me i sjell fëmijës, mirë po jo duke e ndëshku. Në qoftë se mundem me marrë një shembull, po e zom që fëmia e ka përplas një lodër gjatë kohës kur ka qenë të luajt. Tash ne çka mundemi me bë, çka na u lejohet, është për një kohë caktuar me ja largu atë lodër, mirë po jo me ndëshku për shembull, okay, ti e ke përplas lodrën, nuk mundesh me shiku televizor, ose e ke përplas lodrën, nuk mundesh me dalë dhe me lujt me shokët, për shkak se ky është ndëshkim i pastër, çka ne nuk guxojmë me e bë. Thjesht duhet me provu me ja transmetu që fëmija me kuptu pasojën e sjelljes cilën e ka bu. Mirë pas njëherë duke ndëshku. Po, në këto raste kur përdorim dëshkem, ose ndoshta edhe mund ta ngrisim zërin ndonjëherë, cilat mundën me qenë pasojat afatgjate që mundemi t'ia lëmë fëmijës pikërisht nga ky presioni psikologjik ose ndoshta dhuna fizike që e përdorim? Pasojat mundën me qenë afatgjate, domos nëse flasim për fëmijët e moshave
të hershme, të cilët ende nuk janë zhvilluar dhe ende nuk mësojnë komunikimin. Fillimisht duhemi me pas parasysh që në momentin që ne ngrisim zërin ndaj fëmijës, përveç që e friksojmë, ne po e dëmtojmë lidhjen të cilën e kemi krijuar deri tashme me fëmijën, apo po krijojmë baza të pasigurta në raport me fëmijën tonë. Është e rëndësishme që prindi të provojë të jetë person udhëheqës në marrëdhënie me fëmijën, në mënyrë që fëmiu të ndjehet i sigurt që atë që po e ndjen ta komunikoj prindrit dhe të ndjehet person, të ndjehet që është me një person të sigurt në këtë rast. Mirë, po nëse vazhdojmë edhe bërtasim, patjetër që fëmia ka me u ndjej pa sigurt, do të friksohet prej reagimeve tona në të ardhmen, çka ka me bo me qenë ma i tërhequr në raport me neve si prind, po e zëm, mirë po do të sjell edhe vështirësi në krijimin e marrëdhënieve me personat e tjerë pastaj. Arbesa, pse disa fëmijë janë më agresive dhe madje që nga mosha shumë të hershme e shprehen atë agresivitetin e tyre. Ndoshta pse prindërit kanë qenë shumë rigoroze dhe ndoshta kanë qenë shumë të ashpër me ta, ose ndoshta kanë qenë krejtësisht të lirë dhe nuk din tashmë fëmiu se ku është kufiri i tij edhe ku duhet të ndalet. Ekzistojnë disa lloje të prindërimit në fakt. Kemi prindërimin autoritar, ku fëmiu tregon autoritet, tërkohen mbi fëmijën e tij, edhe në këtë mënyrë tregon ashpërsi. E kemi stilin tjetër, që është autoritarian, që është ideali për prindërim. Që është thënë më herët, i ndihmon fëmijës me i vendos këta kufenj. Patjetër jemi të lirë, jemi të hapur, mirë po thjesht e bazojmë në komunikim. Edhe kjo është mënyra më efektive. Për me u kthy te pyetja mbi pjesën e agresivitetit, në qoftë se ne prej moshës shumë të hershme kemi komunikuar me zë të lartë edhe me bërtima ndaj fëmijës, fëmia ka me modelu sjelljen tonë dhe ka me e kthy kana. Qoftë se na jemi mësuar që okay, fëmia e ka derë një gotë me ujë, ne i kemi bërtit, fëmiu ka me mësuar që okay, kur dikush po e bën një gabim, ne bërtasim, e ngrisim zonin, po e mësojmë që është diçka e tolerueshme edhe është diçka e pranueshme. Pastaj varet edhe si kemi reagu pasi që fëmia e ka bo një sjellje të caktuar që mundi me quajt ndoshta jo shumë pozitive. Për shembull, e ka godit dikënd, apo që ndodh te fëmijët e vegjël, me kafshu tjetrin, nëse ne e kemi leju edhe kemi vazhduar edhe kemi qesh me atë sjellje, për shkak se kur ka qenë fëmia i vogël, na është duk diçka çesharake, në far forme kemi bë dëm për shkak se ne e kemi përforcuar sjellje. E kemi komentu, fëmia si ju ka duk interesant, edhe ka thonë, okay, po bëj ka me bo, për shkak se mus po më dalën kërkosh. Në këtë formë, shkojnë edhe rriten këto sjellje të cilat nuk janë shumë pozitive, mirë po prap nuk guxojmë me shku me ndëshkim edhe me ngritje të zonit. Arbesa, një gjë apo një veprim shumë i sikletshëm nga një herë për prindërit është që kur janë në publik, shpesh fëmijët e tyre çajnë me zë të lartë, ndoshta edhe nuk e dëgjojnë urdhrin e prindit, shpesh edhe shtiren në tokë sepse janë ashkëmguls edhe duan që ajo dëshirë të plotësohet. Në këtë raste, si duhet me vepru prindërit? Fillimisht është shumë e rëndësishme e kuptu që edukimin e fëmijës mbi atë çështje nuk mundemi me bo atë për atë. Në momentin që fëmia ka fillu me qajt. Është tepër me rëndësi me u tregu të sinqert me fëmijën, jo me i thonë, hej, kemi me dalë, po e zëmë, për shkojmë në një qendër tregtare, edhe nuk kemi me blek kur gjë. Me thonë, ja bojmë me dije, zakonisht fëmijët qajnë se dojnë me marrë diçka, qoftë se po flasim për do një rast specifik. Qoftë se kemi premtuo, më herët, duhet patjetër me mbaj premtimin. Patjetër që po, në qoftë se kemi thonë që kemi me ble, duhemi me ble, për shkak se duhemi me kriju besimin e sigurt, do me thonë me fëmijën. Mirë po edhe për të kundërtën, qoftë se kemi thonë që okay, sot po dalim me shëtit ose po shkojmë në një qendër tregtare, mirë po vetëm kemi me pa, kemi me shiku, mundemi me pa diçka për herën tjetër, mirë po jo me blesa diçka, edhe në rregull. Çka ndodh është që fëmijët ende nuk mrin me menaxhu veten edhe dëshirat që ata i kanë, sidomos fëmijët e moshave të vogla, të hershme. Edhe patjetër që është e natyrshme që kanë me qajt për me marrë ato që po dojnë. Mirë po ju takon prindërve me qenë, domethënë me i respektu kufenjtë të cilët i kanë vendosur për fëmijën. Po m'vjen keq, po e kuptoj që ti po njihesh keq, po e kuptoj që ti po mërzitesh, pra shumë e rëndësi me i validun ndjenjat e fëmijës, me i thonë që okay, unë pe di që ti po mërzitesh, është në rregull që po mërzitesh, po prap na nuk mundemi me marrë lodrën. Me thonë po e mësojmë fëmijën me i respektu kufenjtë, edhe në të njëjtën kohë me thonë po mësojmë me komuniku në mënyrë të shëndetshme me ta. Tash ka fëmijë që
pavarësisht që i thu kemi me marrë herën tjetër, prapë se prapë ka me insistu edhe ka me qajt. Kështu që është e rëndësishme me provu me e qetësu situatën, mos me undiku prej të tjerve, për shkak se shpeshherë në kulturën tonë personat që janë përreth japin vetës të drejtë me ndërhy në ato situata, është e rëndësishme që me provu me e qetësu vetën fillimisht edhe me vazhdu me e qetësu edhe fëmijën. Mirë po jo me i plotësu dëshirën në këtë rast. Përderisa po flasim për sjelljet, po ashtu edhe shpeshherë dëshira që dëshirojmë që t'ua plotësojmë fëmijëve, disa prindër shpeshherë kur e bën një sjellje të mirë fëmiu, ose ndoshta kur e merr një notë të mirë, dëshiron me shpërbly, i blen një dhuratë. A bëjmë keq në këtë rast apo jo? Zakonisht dhuratat bëhen për shkak që me i motivu fëmijët për me vazhdu një sjellje të caktuar, në këtë rast një sjellje pozitive për notat në shkollë. Është mirë me u shpërbly, mirë po jo në baza të shpeshta, jo në baza ditore. Për shembull, mundemi me vendos një qëllim madhor, një dhuratë më madhore, edhe hap pas hapi fëmia me mbrit deri atje. Mirë po jo një notë e mirë sot, me njëherë një dhuratë. Një notë e mirë sot, me njëherë një dhuratë. Kjo mundet me u praktiku kur fëmijët janë shumë të vegjël, për shembull në klasën e parë, për shkak se i motivojmë, mirë po sa më lart të kalojnë në aspektin e njohurive, shkojmë edhe këtë shpërblim e largojmë, për shkak se një farë forme është me rëndësi që fëmia me e mbjell dashurinë për gjëra të caktuara, për shkak se ata po i përmbush, e jo patjetër kjo përmbushje me ardh prej gjërave të jashtme. Mi për në rastet kur edhe prinderit shkojnë diku edhe lën fëmijën në shtëpi të qëndrojë me gjyshen apo dhe gjyshin, edhe thonë që ne kur të themi do të sillim një dhuratë. Në këtë raste është mirë apo jo, sepse ne në fakt për qefin tonë, po e mësojmë në këtë mënyrë që ndoshta për çdo herë kur dëgjon, duhesh më u shpërbly, sepse ai pas ndoshta dhe rritet me atë mendim. Pret nga çdo kush, jo vetëm nga prindi. Po, pikërisht për këtë arsye thash edhe që okay, po e vendosim vetëm një qëllim madhor, më thonë hap pas hapi, po bëjmë këgja disa gjëra të mira e pastaj po mrin te kjo qëllimi kryesor. Tash në qoftë se ju referohemi rastit që ti po e përmend, është në rregull që ne po i sjellim diçka si dhuratë për shkak se kemi qenë jashtë vendit, edhe po dojmë i dhuru diçka mirë, po jo në formë të shpërblimit. Jo pse ti ke dëgjuar edhe ke ndajt mirë ose ke ndajt të gjysha tash po t'jap diçka, mirë po pse unë kam desh si prind me t'jap diçka për shkak se ti e fëmia jam. Për shkak se ti çu e the, jo patjetër të gjithë personat kanë me na shpërbly kur ne bëjmë diçka të mirë. Jo patjetër të tjerët kanë me pas që kujdes, domethënë çu e kanë prindrit tanë. Fëmijët duhet me i lavdrum? Ndikan kjo në vetbesimin e tyre? Patjetër që po. Sidomos për sjelljet kur ata janë të vegjël, edhe fillojnë një farë forme krejt kjo procedura e edukimit, për shkak se ndikon në mënyrën që ata e shohin veten, domethënë në krijimin e identitetit, i bën me u kuptu që okay, këta janë prindë e mi, edhe unë jam e sigurt me ta, këta po më shohin, po më validojnë, edhe po e din që unë po provoj me bo, edhe patjetër që ndikon te pjesa e vetëvlerësimit, për shkak se gjithë edhe ne si të rritun kemi nevojë që pas një pune, sidomos pas një periudhe ndoshta stresuese dhe një pune stresuese, kemi nevojë për një hey, të lumt, bravo, e ke bu shumë mirë çto. Për shkak se përveç vetëvlerësimit edhe të motivon për me vazhdu tutje. Po, Albesa, ne pak më herët e përmendëm edhe çështjen e dëshirave dhe nganjëherë fëmijët e vegjël të moshave shumë më të vogla, dëshirat i kanë të jo të kufizuara. Mirë, po se si mundemi ne t'i bindim fëmijët që nga ajo moshë që jo çdo dëshirë e tyre duhet plotësohet? Jo gjithçka ata çfarë thonë edhe duhet bëhet ashtu. Pikrisht prap këtu vjen pjesa e kufenjve se ndoshta po e përsërisim, po krejt fillon në moshën e hershme. Kjo bëhet duke praktiku një mënyrë shumë e mirë në fakt tek fëmijët të cilët ende ndoshta nuk kanë komunikim shumë të qartë edhe nuk kanë aftësive rregulluese, është përmes lojës me role, për shembull. Hajt po e zojmë, po e krijojmë në ambientin e shtëpisë një market të vogël, edhe po bëjmë sikur po blejmë gjëra të caktuara. Tash po e lëmë që fëmia është personi që po vjen me ble, edhe ne përmes rolit si shit, po e zojmë që okay, po të pëlqen, mirë po qëta nuk mundesh me e blesë. Do me thonë, fillojmë qysh herët, kur fëmija ende nuk po mbrin me e komuniku, mirë po ne po ja mohojmë një dëshirë. Edhe aty për aty, ma ndej kemi mundësi që me ndiku në mënyrën se qysh a i po reagon, mënyrë që këtë reagim me bo reagim
të përshtatshëm edhe, do të thonë, për ambientet e jashtme. Mirë po që është me rëndësi që jo patjetër çkado që dën fëmia me i thonë po. Është në rregull nëse e lojna me çajt, nuk po i bojmë dëm asgjë. Biles është krejt e kundërta, e dëmtojmë fëmijën nëse i mësojmë që mundesh me i marrë krejt sanët. Për shkak se fëmia mundet me i marrë krejt ato që i dën ambientin familjar, mirë po kur fillon rritet, fillon me viju kopshtin, jo patjetër fëmijët e tjerë kanë me i dhonë që ato që ai po dënë me i marrë. Arbesa, për gjitha këto tema që diskutuam, shumë më herët, pra kanë qenë të ekzekutuara shumë ndryshe se sa në ditë të sotme. Pra tashmë ndoshta edhe gjitha dëshirat që plotësohen, edhe sjellja është më e butë, themi kështu, prind fëmijë, gjithsesi kemi fëmijë mendoj pak më agresiv. Edhe duan patjetër që çdo dëshirë e tyre të plotësohet. Më herët nuk kanë qenë edhe mundësit, mirë po edhe autoriteti i prindrit ka qenë pak më jashpër. Si e shihni ju dallimin? Kjo zakonisht po ndodh për shkak se tash prindrit kanë kohë më pak të kalojnë me fëmijët e tyre, do të thonë kuapa është e limituar, edhe si pasojë, do të thonë, si mënyrë e kompenzimit të kësaj kohe të humbur, prindrit patjetër që provojnë me i plotësu çdo dëshirë të fëmijës. Në momentin që fëmia është mësuar gjithmonë me marrë atë që dën, sidomos duke u sjellë në mënyra të papërshtatshme, atëherë ka me provu me i marrë përsëri këto gjëra në mënyrë agresive që ti po e quan. Mirë po është e rëndësishme që mos me i përforcu këtë sjellje të caktuara. Nëse fëmia ka provu që njëherë me zot lart, me marrë diçka apo me kërku diçka nga ne me ngulm, atëherë ne veç nuk e aprovojmë atë sjellje. Me thonë, okay, kjo sjellje nuk është e pranueshme, kjo sjellje nuk është e duhur, mirë po prapë është me rëndësi që këto sjellje me i komentu vetëm si sjellje, e jo si kur tipar i fëmis, jo me qujtë fëmin ti e i fëmi keq se po e kërkon këto se po vërtet, mirë po kjo sjellje nuk është në rregull, pra diskutojmë mbi sjelljen. Mirë po prapë, do të thonë, është e rëndësishme që me e mësu fëmijën me i respektu gjërat e caktuara, kufijtë e caktuara dhe krejt kjo fillon prej moshës 2 apo edhe 3 vjeçare. Arbesa, zakonisht tek psikologët, sidomos tek ju vinë prindrit të cilët kanë probleme specifike tek fëmijët e tyre. Por a kemi raste të tilla që nganjëherë edhe prindrit duan edhe mendimin nga ana e psikologut se si cilën me fëmijën e tyre, pikërisht për këto tema që biseduam sot. Kemi raste të tilla? Ka raste të tilla, nuk janë të shpeshta, për shkak se fatkeqësisht ende ka prindë të cilët preferojnë këtë mënyrën tradicionale të prindërimit, pra duke tregu autoritet edhe duke provu me zë të lartë dhe me tënë të lartë me vendos regula, mirë po fatmirësisht ka prindë të cilët po vedisohen dita ditës që kjo nuk është mënyra e duhur, edhe kërkojnë sidomos këshilla për këtë pjesën e të çajturave edhe plotësimit të dëshirave, për shkak se ata e kanë ndrojën që okay, nëse unë po ja plotësoj fëmijës tem çdo dëshirë, a mos po i bëj keq, a mos po e dëmtoj në një farë forme. Për shkak se patjetër që vedisimi çdo ditë po shkon duke u bë më i lartë dhe prind po e kuptojnë që mënyra më e mirë e prindërimit është me qenë një farë forme, nështë ta mos të them shok, mirë po me qenë bashkëpunëtor me fëmijën, e jo një person që komandon edhe udhëheq në mënyrë. Është mirë me qenë raporti i tillë si shok të themi? Në mosha të caktuara, po, në thonë kur fëmia është i vedishëm, mjaftueshëm, për shkak se ne po i ofrojmë siguri, edhe siguria është ajo për çka fëmijët kanë nevojë, jo vetëm sa janë të vegjël, mirë po edhe ndoshta gjatë krejt jetës. Arbesa, më falenderoj shumë, me të vërtetë, gjitha këto fjalë që i the, po besoj që ka me qenë shumë të vyshme për secilin prej prindërve që janë duke na ndjekur tani, edhe po shpresoj që vizitat tek psikologu mos i kemë vetëm për probleme të theksuara, mirë po edhe për tema të tilla, sepse na ndihmojnë patjetër që të kemi një prindërim sa më të mirë dhe kualitativ tek fëmijët tanë. Faleminderit shumë për kohën që e patë, Knaçi. Faleminderit juve, Knaçi.